4 nga 6 anëtarët e ekuipazhit në bordin e një avioni ushtarak amerikan që urrëzua në Irakun perëndimor kanë humbur jetën. Lajmi u bë i ditur nga Komanda Qendrore e SBA-ve, ndërsa avionin përpjeket e kërkim shpëtimit për 2 të tjerë. Avioni KC-135 u përfshi në një incident me një avion tjetër në kuadër të operacionit Tërbimi Epik, por ushtria amerikane tha se nuk ishte armiqësor. Autoritetet amerikane po punojnë për të përcaktuar rrethanat që shkaktuan këtë tragjedi. Avioni i dytë ul në mënyrë të sigurt. Megjithatë, zona ku regjistrua incidenti është një rajon i Irakut ku veprojnë milicit pro-iraniane. Ushtria e Teheranit pretendoi në televizionin shtetëror se një grup aleat kishte synuar aeroplanin me një raketë. KC-135 është një nga avionët më të përdorur nga ushtria amerikane për realizimin e operacioneve të rimbushjes ajrore, një proces kyç që ndihmon për të mbajtur avionët luftarak, avionët për survejim, si dhe avionët ngarkesë të aftë për të qëndruar gjatë në ajër. Rimbushja ajrore është një procedurë rutinë, por shumë e ndërlikuar dhe rrezikshme, që kërkon një koordinim perfekt midis avionëve që kryejnë operacionin dhe atyre që marrin karburantin gjatë fluturimit. Shtetet e Bashkuara kanë dërguar një numër të madh avionësh në linjën e mesme për të marrë pjesë në operacionet kundër Iranit, që kur SBA dhe Izraeli filluan të kryenin sulme, 7 trupa amerikane janë vrarë. Agjencia e lajmeve Reuters konfirmoi se deri më tani 150 trupa amerikane janë plagosur, ndërsa ushtria ka humbur të paktën 4 avion gjatë luftës aktuale. Më herët këtë muaj, 3 F-15 u rrëzuan mbi Kuvajt, ndërsa 6 anëtarë të ekuipazhit arritën të shpëtonin.